Pra, ka shumë lojra dhe shumë rrugë për ta goditur. Nuk është vetëm një rrugë. Tashmë ata kanë marrë përsipër ta bëjnë në këtë lloj forme. Nëse nuk do arrihet dhe do gjejnë rezistencën këtu në Shqipëri, thash, sepse të gjithë këta janë pjesë e asaj organizate, edhe këta gjyqtarët tanë, ose unë nuk i quaj se këta janë pastër, se edhe këta kanë marrë financime, botime, rrugë nga Soros, nuk diskutohet. Por ka ca gjëra pastaj që peshohen. Ja, ato gjëra që peshohen, tash i do shohim. Si do shkoj. Unë gjykoj që dosja me Gonigal do hapet në Shqipëri dhe do hapet urgjentisht dhe jo do hapet pas i viti, pas 2 vjetë, se po tjetë për pas i viti, pas 2 vjetë, më mirë mos ta hapin fare. Nuk më intereson. Unë flas këtu si shqiptar, nuk flas si person që më ndjek kjo apo kam të interes. Unë flas si shqiptar, nëse nuk bëhet gjë. Unë prapë e them, nëse dhe kësa radhe Rama i shpëton këtij ndëshkimi të Amerikës, atëherë ky vend do vazhdojë në diktaturën siç ka qenë, do të vazhdojmë dhe ky do mbretërojë këtu tashmë në këtë vend, sepse të gjithë instrumentet i ka të bëra. Por nuk besoj se Amerika të marrë një veprim kaq të madh dhe pastaj ta kthejë në flut kësa puni. Unë këtë nuk e besoj kurrë. Nuk besoj se Shtetet e Bashkuara bien në nivelin e shqiptarëve. Domethënë në atë nivelin e politikës shqiptare që këta i bëjnë gjërat me para, këta i bëjnë gjërat me misi, këta i bëjnë gjërat në mënyrë të interesit apo me presionin ndaj njëri tjetrit duke deklaruar njëri tjetrin, sepse mos harrojmë sepse këta janë vetë ata që e kanë ndihmuar shumë Amerikën, qoftë në deklarimet që kanë bërë, deklarimet e tyre që kanë bërë, qoftë në parlament kur kanë deklaruar milionat e eurove, vjedhjet që kanë bërë, korrupsionin që kanë bërë, ti agenti këtij, ti agenti atij, ti spiuni këtij, ti spiuni, i kanë bërë gjithë në parlament për 35 vjet, po shohësh parlamentin është i mbushur me këto lloj deklaratash. Pavarësisht se çfarë thonë, e mbani mend shumë mirë kur debati që është bërë mes Berishës dhe Ilir Metës, kur i tha Ilir Metës jep dorëheqjen dhe Ilirit, tha një herë kam dhënë për zemër, për herë dytë se ja. Pra janë deklarata këta, ti je grup kriminal, ti ke bë trafik me karrocë, ke bë se ku i mësuan shqiptarët, ja për këtyre i mësuan. Vetë kanë nxjerrë njëri tjetrin. Pastaj bëhen miq. Çuditërisht pastaj bëhen ortak, pastaj bëhen partner strategjik, pastaj ndahen prap, pastaj shiten prap, se edhe në 2013 Ilir Rama si kërkua të arrestojë Ilir Metën. Rama nuk e arrestoi, jo vetëm nuk e arrestoi, po e mori edhe në koalicion. Pra, janë gjëra të lidhura njëra pas tjetrës. Mirë po, për hir stabilitetit, për hir të disa ngjarjeve që kanë ndodhur gjatë këtyre viteve në Ballkan sidomos, kanë detyruar edhe interesi i Amerikës nuk ka qenë kaq i madh sa ç'është sot. Dhe është lënë. Sot kur shprekur dhe interesi kombëtar i Amerikës, ata çohen dhe egresohen dhe do veprojnë, patjetër do veprojnë, nuk diskutohet që do veprojnë. Dhe unë them që Dumani do tregoj shumë tashmë nëse Amerika themi tash ta flasim edhe gjuhën popullore, e ka seriozisht apo nuk e ka seriozisht luftën kundër Sorosit jashtë territorit të Amerikës, luftën kundër korrupsionit, drogës dhe pastrimit parave që janë hallkat kryesore të një shteti. Lufta kundër këtyre do thot lufta kundër edhe aty në grupeve kriminale që janë, si grupet kriminale nuk janë pos qenë të mbështetur nga politika dhe ata nuk ekzistojnë. Grupet kriminale janë ata që bëjnë edhe ligjin, bëjnë edhe forcën, tregojnë forcën. Mirë po mos harrojmë sepse këtu në Shqipëri, pavarësisht se këtu nuk deklarohet apo nuk thohet, po të gjithë veprimet që janë bërë, qoftë në marrjen e portit Durrësit, qoftë shkatrimi i portit Durrësit, qoftë ngritja e Porto Romanos në një vend atje për ta transferuar Porto Romanon, në një njëjtën kohë që nga Kolumbia vjen
vjen kromi nga Kolumbia, direkt nga Kolumbia vjen porti Kekalata pare, porti Durrësit, pastaj Kekalata 2 pastrohet, pastaj niset kontineri në orën 3 natës, pa dogan, pa gjë, hikët se ku shkon. Gjitha këto ata e din, nuk është se si din. Dhe të kuptojmë drejt. Dhe denoncimet që kam bërë, nuk i kam bërë të kota, se nuk është se janë laugh and air. Unë si jam mësuar ndonjëherë të bëj të them apo të bëj ndonjë gjë që nuk ekziston, nuk është gjendje në Shqipëri. Unë them atë që është gjendje në Shqipëri. Ajo për shembull që kam thënë te porti Durrësit që te Kalata parë është toksikuar totalisht sepse janë ato fuqiat e kohës diktaturës janë e helm aty. Aty vazhdohet akoma, nëse e din këta se çfarë bëjnë. Por flas gjithmonë që Amerika e ka marrë, unë them se Amerika e ka marrë seriozisht, po mos ta kishte marrë seriozisht Trumpi, nuk e deklaronte organizatë kriminale Sorosin dhe djalin e tij. Pra i ka bërë si familje. Ai e ka ngritur si familje, do me thënë edhe këtë dhe trashëgimtarin e tij. I ka bërë të dy, nuk ka bërë vetëm njërin, ka bërë të dy. Dhe është shumë e rëndë kur bëhet edhe i pari dhe i dyti, futen në një organizat, se sa të ishte vetëm njëri, sepse tjetri nuk di gjë. Por vendosja e këtij termi është shumë e rëndë për Amerikën, që nesër Amerika të dështojë në luftën kundër Sorosit. Do ishte një nga humbjet më të mëdha që do pësonte Trumpi. Dhe unë nuk besoj se Trumpi lufton për të humbur, unë e di se Trumpi lufton për të fituar dhe për të rritur atë reputacionin e Amerikës, i cili duam apo s'duam ne, na pëlqen apo s'na pëlqen ne, kemi apo s'kemi dëshirë ta themi, por ka pas një rënje drastike në reputacionin e saj, sidomos në arenën ndërkombëtare. Kështu që biles edhe në Amerikë, edhe në Shqipëri, nëse do e shihni, në momentin kur doli Berisha nga grada, filloi reputacioni i vetë Shtetit Amerikës, filloi të bjerë ajsa, fillun edhe me ambasadorin e Amerikës, fillun tallen apo t'i vënë epitetet të ndryshme sa një krah dhe krahu tjetër. Duke treguar që të dy palët janë pjesë e organizatës Soros. Për mua, Soros në Shqipëri duhet luftuar si organizatë dhe jo si individ. Rama është pjesë e organizatës, është kryetari i organizatës tashmë i deklaruar, me që pas ka deklaruar dhe vetë që unë jam dhe do mbetem mik me ta, është kreu i kësaj dhe nëse nuk i kputet një gjë, nëse nuk i kputet koka, nuk mund të fitohet në betejë, kurse si nuk mund të fitohet. Të bën edhe në Amerikë, që ose kujtohet kur luftuan komunizmin, mirë po e lanë deri në farmase e luftuar 50 vjet ishin rregull dhe mas 50 vjetësh komunizmi në Amerikë përsëri, majta përsëri filloi lulëzoi, bëri, ngriti kokën dhe ja ku jemi sot, që është një organizatë e tërë, në ideologjinë e saj që lufton për të bërë ndryshimin e botës, për të bërë atë globalizmin e famshëm të kësaj organizate që përfaqësohet nga Sorosi.